ne gjatë jetës tonë përjetojmë dhe ballafaqohemi me caktime të ndryshme që janë pjesë e fatit tonë, që janë pjesë e jetës tonë. Jo çdo herë caktimet dhe kaderet e Allahut janë të pranueshme dhe janë të këndshme për ne. Ndonjëherë caktimet dhe kaderet e Allahut te baraka ve taala që janë pjesë e fatit të jetës tonë, janë edhe caktime dhe kadere të hidhura, janë edhe caktime dhe kadere të vështira dhe shumë sfiduese gjatë jetës tonë. Para se të përmendi disa prej ajeteve ilustruese, ideja është që të sillim ca ajete nga Kurani famlar, nga ky kapitull, të cilat ajete do të na shërbejnë sa për ilustrim që ne të jemi të qetë në momente të caktuara nga jeta jon kur ballafaqohemi me kaderet e tilla. Por para se të përmendi disa ajete nga ky kapitull, është më rëndësi të përmendi një rregull të jashtëzakonshëm. Jo pa ndonjë rëndësi të madhe, por është rëndësi bazike në jetën e muslimanit, besimi në një prej 6 kushteve të imanit, besimi i drejtë. Kushtet e imanit janë 6 dhe një prej këtyre 6 kushteve bazike të imanit është besimi i drejtë, me plot qetësi në kaderin dhe caktimet e Allahut, ato caktimet të cilat Allahu i ka paracaktuar për gjithë ne gjatë jetës tonë. Prandaj Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma thot, besimi i drejtë në caktimin e Allahut, në kaderin e tij, është boshti dhe sistemi i imanit. Do të thotë, nëse ne kishim me perceptu imanin, besimin e drejtë, si një sistem, dhe një sistem është, ashtu është, boshti dhe zemra që e vën në funksion normal tërë këtë sistem, imanin, është besimi i drejtë në kaderin e Allahut te baraka wa taala.